Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatit hamburgera për dëshirën e fëmijëve për iftar. Krejt që ka jo nevojiten prej përbërësve spori për brumin janë 600 gram miell, 200 ml me qumësht të ngrohtë, mandej i morim 50 gram buter për ndryshe gjalp, kështu të shkrier, një lugë të gjellës sheqer, një lugë të mesme krip, një vezë, 50 ml ujë të ngrohtë, si dhe 20 gram moja të bukës. Mas pari pra përgatitim brumin mandej qufta. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek mielli, pra shtojna mojën e bukës të freskë, 20 gram, ose ju një paqet moja të bukës, pra pluhur. Qesim kripën, sheqerin, moja të bukës, 50 gram buter për ndryshe gjalp, edhe 200 ml me qumësht të ngrohtë. Përzina brumin me mikser, derisa të bëhet një pëm i butë pra. Edhe brumin e kemi përzit tash e nali mikserin, një brum i butë, në anën tjetër marrim miell, e nxjeshim brumin, e qesim në një enë, e mbulojna me folje najlon edhe e lajna, pra me u dyfishu për 45 minuta. E kom qitë pra brumin tek trasa, e shifni një brum i but, një brum perfekt. E ngjeshim edhe e qesim si që thash pra në një herë, mbulojna për 45 minuta të qëndraj të dyfishohet, i mbuluar me folje najlon. Tash fillojna me përgatitjen e qufteve. Përveç se që na nevojitin janë 600 gram misht blum, dviçit ose të lupës, një lugë të mesme me biber të kuq, një lugë të qajt me sodë bikarbone, 2 qep të mdhaja, një lugë të gjellës me miell, një lugë të qajt biber të zi, një lugë të mesme krip, si dhe një lugë të mesme me veget. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Pra i hedhim melmesat, mielin, qept i kom blu pra me blender, tash i përzina të gjitha me duar, edhe i lajna mbuluar mishin për një 15 deri 20 minuta me foljen e lanë në frigorifer. Unë kom qef qoftët kështu për hamburgera me përgatit, e ju qësh blehen pa pikë shije se me hangër bari, veç që shtu i qesin mish. Ndryshe e kanë shijen të qoftët që përgatitin mi. Tash gjithkush si pas shijes vet, unë për veti të regova që shumë pëlqej. I përzina mirë. Tash bismillah, fillojna me përgatitjen e sosit. 3 kastraveca të vegjël të shi i kom ngri kështu. Pak biber të zi, gjys lugë të qajt i kom pra, gjys lugë të qajt biber të kuq, një lugë të gjellës me mustard, hudhër i qesim pra pluhur. Mundeni me qitë edhe fara djegsa, por unë hatër fëmijëve pra punë fëmijëve. Nga ujë limonit, mandej marrim ketchup, majonez. Edhe i përzina të gjitha së bashku. Tashti i kemi ndo pra edhe kulasht, i kom rëkullis kështu në mirë, ja kom dojnë formën edhe për 15 minuta i mbulojna me një salvetë pastër dhe vazhdojna me quftët. Tashti e marrim një pjatë ose një dras, kështu e lyna me vaj, po ashtu i lyna edhe duar. Basi ka poshu edhe mishi për quftët, tashti e ndojna pra në 8 qufte.
Tash ti kemi marrë një tigan edhe derisa të pushohen pra kuleçt, i marrim pra kemi qitë vaje, kemi nxehtë edhe i kavardisim qoftin pra, pjekun për ndryshe. Në të dy anët, mirë. E rrotullojna qoftet në anën tjetër. Basi i kemi pjekë qoftet në të dy anë, tash i qesim në pjatë edhe 3 pjerat e pjekë. Se këtë të. Tash të kuleçt, basi kanë pushu pra për 15 minuta, e marrim një të holluse edhe e të hollojna pra kuleçin. Furrën e lçojna me nxehtë temperaturë 190 gradë. E kemi të hullu edhe petën, tash e marrim një pjatë edhe bismillah marrim këse djathi, pra shmelskezi që është në Gjermani. Mas pari ja qesim pra një nga kjo, mas pari. Mande e marrim qoftën, e kemi hedhë pra djathin, qoftën, tash marrim sos, pra qesim sosin. Marrim qep të terura, kështë pra ka në çdo market ushqimor, edhe ja qesim, edhe prap marrim djath që është shmelkezi, bro, ose e merrni djath. Pa që ka valë, por me këta bëhen pra hamburgerat si gjithmonë, tash te i marrim qoshet edhe i mbështjellim kështu, krejt petën pra bojna bashk. Tek tepsia kemi qitë pra letër për pjekje, furra veç është nxehur sa të mundem kështu, me të hodhu këto petat pra, edhe për mi i lyna pra hamburgerat me një të kuq të vesë edhe me pak qumsht. Gjitha vazhdojnë ashtu deri në fund. I të hollojna pra të gjithë kuleçt me radhë. Krejt për mi në fund të qesim pra, basi që i kemi lyme të kuq të vesë dhe qumsht, pak farat e suzomit edhe me njëre i fusim pra hamburgerat me pjek në furrën, në nxehur në 190 gradë. I kemi rendit pra edhe hamburgerat në tepsi, për mi letër për pjekje kemi qitë pra. Tash të në anën tjetër, si që thash edhe me parë, e tundim një të kuq të vesë, edhe pak qumsht, i lyna për mi, pak fara të suzomit edhe me njëherë, fusim tepsin në furrën në nxehur temperaturë 190 gradë. E kemi qitë edhe fara të suzomit, me njëherë tepsin e fusim pra në furrën në nxehur. Edhe hamburgerat kemi pjek në temperaturë 190 gradë, edhe duken kështu. Jenë pjek pra perfekt, si për funi, ashtu edhe për mi. Kështu duket pra kjo meny tek ne sot për iftar, për dëshirën e fëmijëve, po ashtu edhe për neve edhe për juve që nuk i refuzani besaj asnjëni. Një sallatë shupe, shumë motra më kanë vetë në recetën që kom postu tash të parën për iftar, për gullash, çfarë djathi përdor për sallatën shupe. Normal djath të barë, të turqi që e blena, veç e grynin ngryse edhe që shto bëhet. Desertat onash, kështu që neve na beft mirë. Iftare, Allah e na pranoft agjerimin, juve po ashtu, nëse provani po ashtu, i lumshëm duar të ju beft mirë deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them miru pofshim.